Kjo që po ju lexoj tani është pjesë psikologjike. Dhe kujdes, diktatura ushtroi dhunë mbi një person dhe cënoi pak të afërmit, ndërsa të persekutuarit mbi mua u turrën të gjithë. Një cop mish, një cop zemër, në përkthime të huaja, në poezitë e tyre, gjerë tek rilindasit i ngjitën. Vuajnë nga xhelozia morboze. Sadizmo, skanefrau. Të persekutuarit nga komunizmi hakmerre në grup, spionat fliqur, nuk mësuan asgjë nga dhuna që ju bën komunistat. Bëjnë më shumë nga që ju kanë bërë. Të persekutuarit nga komunizmi janë pa buks, mendje ngushtë, kriminal dhe pa fytyrë. Gjithë ditën në social vetëm duke sharë e shpifur opozitarët, dhunë stratege e përsosur në detaj dhe më pas duke vendosur shkrime falso çfarë vujtë në komunistë. Ma vaffankulova, ma vërtet. Të persekutuarit nga komunizmi kanë mbaruar si njerëz, ata gjejnë komunistë të tjerë që të shajnë komunizmin. Një karrige pak pushtet. Nëse i mbështet, turma me psikopata, skicofren e bipolar, vinë të komentojnë me statuse ka gjatë dhe falso, sa që thua, ma vaffankulova. Të persekutuarit nga komunizmi ju dhëm një grua e vrarë nga burri i saj. Por jo veta e tyre që janë killer serial. Jo veta e tyre që përdorojnë nënën e tyre çdo sekond dhe publikisht. Jo, kjo nuk u dhëmb. E gjithë ta të persekutuar kanë ushtruar dhunë mbi mua. Dhe mbasi e bëjnë të fusin dhe një të çmendur, që të kaloj lista e gjatë e patologjive që e kanë, që e njohin fatmirësisht. Për mua dhe fatkeqësisht për ata. E mbasi e bëjnë dhunën të fusin dhe një blog, se ka shtru kanë ignorantët me diplom të blerë, mos kujtoni. Të rinqetat mishi nga frika, nga sa bipolar dhe goditja në tru të vogël kanë.
Kujdes, e bëjnë me vetdije, me mesazhe të hapura publike në turmë, e infektojnë njerëz ignorant të tjerë. Çfarë terrori, Dio, Kristo. Të persekutorit në trojën e tyre nuk fusin do kudo njerëz. Ata fusin gra e burra të moshuar që kanë hekur nga jeta, të rinj pa shkollë fillore, është nepsi tyre, intelektual të korruptuar gjerë në palc, për këta vdesin. O i kanë në grup o vdesin, njerëz të mbaruar si njerëz. Dhe me të tillë ushtri nuk shkohet në luftë, as kërcënohet armiku, jo. Të persekutorit legjitim të komunizmit së falin. Ata pa shkollë, hajdut dhe ignorant dhe të këshinj, dhunues të gradës së lartë, mjerë nëse atë dheu i mbije në duart e tyre, mjerë. Ra njëherë, mos ta përsëris gabimin. Të persekutorit kanë kanale televizive me debile të bukura që sa bëj një denunç për vjedhje poetike, për libra falco, për shtëpi botuese, për para, ato me akullore në dorë, gjithë buzëqeshje me buzëkuqe nga veshi tek veshi ndërhyjnë. Po për çfarë? Po hiq, një parad, se në letërsi nuk hyn budallëku dhe as bukuria fizike. Të persekutuarit kanë pak moral ose as pak. Nuk ju dhëmb as nëna e tyre. Druri nuk u bëri efekt. Këmisha e bardhë nuk ka rëndësi. Doktori nuk mund të bëj më asnjë. As Zoti jo, as Zoti. I kanë shkelur të gjitha të drejtat, të gjitha ligjet, të gjitha. Me det kur bëjnë interesantët dhe intelektualët. Me det. Kjo më çmend vërtet, Kjo më çmend vërtet. Për shembull, do ju bëj një shembull. Moikim Zeqo nuk kishte shok me dritrojnë. Letra që është krijuar është falso. Dritro Agolli nuk ka folur për dialektin shqiptar, për dialektin e letërsi. E kam sjellur unë për herë të parë këtë problem, sepse shumë poet thoshin që është gjua fshatareske, dënonin gjëra të tilla. Dhe thash dialekti është gjua më e bukur që ekziston. Gjithë secili nga autorët duhet të sjellë dialektin e tij. Dhe ky shkrim është falso që i kanë gjitur detyrorit. Publikuar në Osever Kult. Kjo publikon të gjitha vjedhjet, sidomos titujt, sidomos poezitë e përkthyera me vjedhje. Okej? Kjo i bën dhe tituj, kjo i bën edhe shkrime. E kemi thënë që është një ignorant letërsi, nuk ka të bëj fare. Është një pabukse e basta. Publikimet të tjera falso çdo sekond publikon dhe Jozef Radi. Me vjedhja e i ndajnë të gjithë të persekutuarit. Ma vaffankulova, qa demokrat janë këta. Ky shkrim i sotëm dhe si janë demokrat të vërtet e vjedhur nga Edison Ypi dhe që nda me bollëk nga gjithë shqiptarët, ishte kushtuar demokratëve të rrem dhe ai ju ahodhi komunistëve. Imagjinoni. Gjithë do dy shkrimet e mia hapin një kapitull të rinë letërsinë shqipe. Hap mendjen, mos bini pre e njerëzve të vegjël, mos dëshironi natyrisht askush nuk ju detyron të hyni në këto gjërat e mia, por ka zgjidhje në jetë, ka zgjidhje dhe zgjidhet më e mira. Shënim, me këtë gjest jo njerëzor që krijojnë të dështuarit në çdo aspekt, bëjnë me vetdashje një dëm të madh dhe të pakualifikuar me para pjesës së persekutuar realisht nga komunizmi e që vuajtën vërtet nga komunizmi. Ju që jeni dënuar nga ai sistem dhe që keni mbetur njerëz të mirë sot, mos i lejoni
t'ju marrin në përkëmb të papunët dhe dështakët. Mos i lejoni. Kaq, ju faleminderit.